mos kënoj ola. Por ata që nuk e din, prezentohem, unë jam Adnan Aslani, jam zëvendës kryetari qendrës Gjenocidin Kosovë Plagë e Hapur. Ky është viti 6 që ne organizojmë pikrisht më 15 janar në ndezjen e Qirinjve në shenjë kujtimi për viktimat e gjenocidit në Kosovë. Fjala është për të gjitha viktimat, për 10.000 civil të vrarë dhe për gjithë ato viktimat të këtij gjenocidi që e ka shkaktuar shteti serb, që e ka planifikuar dhe e ka zbatuar, e ekzekutuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Të kujtojmë se Parlamenti i Kosovës më 16 maj të vitit 2019 ka miratuar një rezolut përmes së cilës ka caktuar datën 15 janar si ditë e përkujtimit viktimave të gjenocidit. Data 15 janar, si që dini, përkon edhe me njërin nga aktet më të tmerrshme gjenocidare, si që është masakra e Reçakut, dhe pikrisht sot ne ndezim Qirinj jo vetëm për Reçakun, po ndezim Qirinj për të gjithë ata të rënë familjarë tanë të cilët kanë humbur jetën, i është marrë jeta në fakt dhunshëm nga forcat serbe. Sot është një ditë e veçantë për ne dhe si që dini ne përfaqësojmë Lulkuqen me 4 petale. Kemi bërë një kërkesë për institucionet e Kosovës që Lulkuqja me 4 petale të bëhet simbol zyrtar i përkujtimit viktimave të gjenocidit. Deri sot institucionet e Kosovës kanë hezituar që Lulkuqen ta vendosin si simbol të përkujtimit të gjenocidit, por sot e keni parë që edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, edhe përfaqësuesit e partive politike, të gjithë e kanë vendosur Lulkuqen me 4 petale si simbol të gjenocidit dhe ne dëshirojmë t'i falenderojmë dhe dëshirojmë t'i inkurajojmë institucionet që së shpejti pritet të formohen, që ta zyrtarizojnë këtë. Ky është njëri nga hapat drejt këtij zyrtarizimi. Faleminderit që ju keni dalë, faleminderit gjithë qytetarëve që kanë ardhur këtu të ndezin Qirinj, të nderojnë viktimat e gjenocidit në Kosovë dhe të shprehin kështu solidarizimin me familjet të cilat kërkojnë familjarët e tyre dhe kërkojnë drejtësi për këtë plagë të hapur që Kosovën e mban peng tash e 27-28 vjet. Adnani i tha shumë çështje lidhur me misionin ton. Edhe sot ne po bëjmë në aspektin simbolik ndezjen e Qirinjve për të kujtuar qindra mira viktima të krimeve të gjenocidit Serbisë që i ka bërë në Kosovë, sepse siç dihet projektet e gjenocidit dhe gjenocidi ndaj shqiptarëve të Kosovës në periudhën 86 vjeçare ka ndodhur 4 herë. Një ka qenë vitin 1912-13, tjetra periudhë gjenocidit ka qenë mes 2 luftrave botërore, tjetra periudhë gjenocidit ka qenë nga viti 1945 deri në vitin 1966 në ramjen e Rankovicit, dhe periudha e fundit e gjenocidit zbatuar në Kosovë është periudha e luftës fundit 1998-99. Pra, krimet e gjenocidit që ka ndodhur në Kosovë në luftën e fundit janë të dokumentuara shumë mirë dhe është një bazë mirë që Serbia si shtet gjenocidal të akuzohet herdo kurdo për krimet që i ka shkaktuar në Kosovë. Detyra e jonë është që ne të mos i harrojmë asnjëherë viktimat e krimeve të gjenocidit që ka ndodhur gjatë historisë, me theks posaçëm ato të luftës fundit. Ne e kemi me bërë që kemi obligim dhe nuk guxojmë në asnjë mënyrë që përkujtimi për ta të zbehet dhe të heshtet, sepse bëjmë një padrejtësi shumë të madhe ndaj tyre dhe ndaj kombit. Prandaj aktivitetet si këto në janar, me 15 janar, duhet të mbahen të gjallë, do thotë edhe gjatë vitit, sepse ne kemi ende
forcat e errta edhe në rajonin ton, po kemi ende jo vetëdije të mirë ndërkombëtare mbi atë që ka ndodhur në Kosovë, dhe kështu duhet ja kujtojmë, t'ja u rikujtojmë se paqe të qëndrueshme nuk mund të ketë, as marrëveshje të qëndrueshme nuk mund të ketë pa e pranuar atë që ka ndodhur në Kosovë, pa kërkuar falje për krimet e gjenocidit dhe pa dalë shkaktarët, përgjegjësit edhe individualisht në bankat e të akuzuarve dhe para drejtësisë.